i ka fut lekët General Motors te motori edhe shasia amortizimi për ta bërë shpejt. Normal kanë kursym pjesë tjera që kjo është dhe Cadillac u madh për makinë luksoze, nuk është ka ndonjë luks shumë të madh. Okej, nuk është se mungojnë opsionet, se panoramike është, ngrohje ftoje sedile, është klima me 2 zona, është këto sedile që janë opsionale, këto Recaro, i ka pak më ndryshe, krahasu me rivalet e vet, s'është se ka qenë aq shumë luksoze. Krahasu makinat e tjera amerikane, okej, ka qenë pak më mirë, se ato janë keq fare, kjo nuk është kallçur që krejti, ka këto si lëkure të buta, po lekët këtu janë fut të motori. Dhe për këtë punë më ka pëlqy. Më është dash me prit gjatë për ta marrë, se e kam marrë në Angli, e kam regjistruar atje. Shkoj më shumë se që kisha menu, puna doganës, po prap i kënaqem me të. Tashi sa e kam marrë nga servisi si i bona ca shërbime, ja bona vetë, jo se kishte nevojë, po kom qef me i parapri pak këtyne gjonave. Edhe i kam bo komplet vaj filtra, vaj në kamjos, vaj në diferencialit, që s'para meret kush me ndru, alkoholin e frenaj, që prap s'para meret kush me ndru, i shpatull për para, tirantët, 2 amortizator të mrapa.